Do të diskutojmë tani më gjërësisht në lidhje me sektorin e bujqësisë në vendin tonë marshkas nga skema kombëtare e subvencioneve e cila ka nisur pak ditë më parë dhe do të jetë e hapur deri në datën 30 maj. Ne më gjërësisht do të diskutojmë me zotin Flamur Laza, ish drejtori i përgjithshëm i shërbimeve bujqësore. Zoti Laza, mirë se erdhët. Gjitha. Për ta nisur bisedën, skemën si e vlerësoni të këtij viti? Vlera pak a shumë është në të njëjtat nivele krahasuar me vitin e kaluar, 42 milion, 12 për naftën, 30 për sektorin. Si është në këndvështrimin tuaj? Me që jemi tek sektori i bujqësisë, jemi faleminderit për festën. Ka një shprehje ende nga Myzeqia që thonë me një thes farë nuk mund të mbillet gjithë fusha. Sigurisht duhet aq sa është fusha. Aq më tepër tani që fusha është zmadhuar në kuptim figurativ dhe thesi akoma rri i njëjtë. Në kuptim duhet të them që fondet gjithmonë ka qenë pak për bujqësinë. Po duhet krahasuar me situatën që kalon tani bujqësia dhe britëria janë akoma më pak. Ku kërkesa është shumë e lartë. Shumë e lartë, janë rritur të gjitha kostot e bujqësisë, blegtorisë, fuqia punëtore, inputet, gjitha me radhë. Këto e bëjnë shumë emergjente këtë ndërhyrje me fonde më të larta. Sa duhet të jemi pak a shumë, zoti Laza, në mënyrë që sepse perfeksioni nuk mund të arrihet, por të jetë një shifër e kënaqshme? Do të japi një shembull. E kam me këto biles me vete, e ruaj arkivin tim. Patjetër. Në vitin 2015 i bëj një memo ja drejtoj ministrit të bujqësisë kur kam qenë ministri. Dhe mora shkasën. 2015 ka qenë zoti Panariti? Po. Edhe kam me fudesh më ta afro se kam më ta shohësh. Mora shkasën në vitin 2014, nga që ishte viti i dytë mbas 2013 si ishin premtuar shumë për bujqësinë, për blegtorinë, për skemat dhe aplikohen shumë njerëz në 2014. Edhe nga aplikimet morën 30% e tyre arritën të merrin. Nuk fituan të gjithë. Dhe kjo ndodhi që në 2015 unë duke marrë nga ky shkallë, unë i bëj një propozim ministrit, i them zoti ministrit, duhet ndërhyet dhe fitojnë të gjithë. Fitojnë të gjithë dhe tha i kam bërë propozim konkret. Që në flasin 2015. Në atë kohë ishin 2.100.000 kredi imta, 350.000 gjellë. Dhe i kërkova kam thënë që mendoj që të paktën duhet të subvencionojmë për krerë, qoftë imta, qoftë gjellë. Mandje shkoja jo vetëm ta që në prodhim, po edhe ta të kemë për therë, për mish. Kam propozuar në atë kohë që të kishe 5 euro për një qënq të imë të dorëzuar në thertore, me matrikull, dhe 20 euro për një viç të therur. Përveç skemës për fituese për ato që ishin në prodhim. Pra të ishte mix skema. Ajo e sigur që nuk u bë. Dëgjoj, ka një problem në bujqësi. Ka një tavan mbi kokë dhe së tavanit se s'ku shkon. Të pengon tavanin e tesë është lartë. Në kuptim, bujqësia, e kam thënë dikur nuk e di një studet tjetër, që bujqësia është një dikaster, ose Ministri e Bujqësisë është dikasteri që nuk e si Ministri Arsimit apo Ministri dhe tjera që me frymë ose Ministri edhe mund të bësh diçka. Me frymë bujqësi nuk bëhet gjë. Duen pa tjetër fonde, duhen lekë. Dhe të kthejmë përsi të pyetjeve e parë, ne nuk jemi as në 24 e nivelit të vendeve të përreth. Në një kohë që ne për të vërtetës ta shikuam një aset shumë madh blegtorinë, pasuri kombëtare. Ajo shoqërua rënja e blegtorisë pas largimin e njerëzve. Pasuri kombëtare blegtoria dhe pasuri shumë dhe kishte gjithë edhe një shumë llojshmëri racash në të imta, në gjellë. Dhe këto fatkeqësisht po zhduken. Sot ne jemi gati përgjysmuar në të imta, jemi përgjysmuar në gjellë dhe unë nuk po shoh që të varen në importin. Dëgjoj, s'ka zgjidhje tjetër. Ju ose ne si klient, si konsumator, nuk na intereson marketi Bosch, duam plot. Pastaj është problem ajo që është vendi të ku sigurohet. Mendimi im është për skemat mbështetëse do të jetë ashtu bëja humor i keq me dikë tjetër, thoshte më arritur se sa do të ardhë ato skemat përsëri. Po pse janë arritur? Po se është përgjysmuar blegtoria, është përgjysmuar. Kështu që i bie më shumë. I bie më shumë, por si fitojnë aplikatë. Është fatkeqësi e madhe veç. Megjithatë, zoti Laze, në këndvështrimin tuaj, subvencioni si duhet të jepet, sepse në ndër vite ka pasur një debat mbi mënyrën se si duhet të jepet subvencioni. Pati edhe një tentativ, ishte një projekt pilot me qumshtin në 2018 që jepej për njësi prodhimi. Rezultoi e suksesshme, të gjithë fermerët që donin përfitonin u futën në garë, ishte tregu më zbardhur, nuk ishte
informalitet, pra gjithë shka funksionoj mirë, me aq sa ishte në fuqi. Cila është forma më e mirë? Tani e thash, unë do të quaj periudhë emergjente blegtorinë. Tani jemi në domethënë që nuk është interesant, nuk shikojmë asnjë fermë të re të krijohet me blegtori. Vetëm duhet zvoglohen. Dhe ka një gjë se sot në zonat malore, se blegtoria do rrinë në zonat malore, do rrinë në qytet. Jashtë brezi pensionistëve që e mbajnë akoma gjallë këtë blegtori. Dhe kjo fatkeqësisht pa një politikë të fortë, mbështetje, kam propozuar dikur që edhe sigurimet, kontributet sigurimet shoqërore duhet i paguajmë aty blegtorëve që janë atje pa futen në skemë edhe këtë. Automatikisht. Futen në skemë, ata që janë në blegtori duhet është sakrificë e madhe. Vërtet ka bujqësia, ka edhe serat apo agrumet, po kanë periudha relaksi, kanë edhe periudha pushimi. Blegtoria nuk ka. Është non-stop 24 orë. Por ditë kafshët duan dalin. Duan dalin. Do ta hanë dimër verë. Është e dhimbshme kjo pjesë. Dhe në kuptim unë mendoj që për situatën që jemi, ne duhet politikat e ministrisë ose e qeverisë duhet jenë shumë agresive pozitivisht që të japin buxhet 4-5 herë më shumë se sot. Me këtë buxhet nuk mund të bësh 4-5 herë 200-250 milionë. Patjetër. Dgjoj, kjo kthehet mbrapsh, po unë se si kthehet mbrapsh. Ne sot po shohim turizmin që vjen në Shqipëri. Është trefishuar importi, Unë në 2017 kur kam ikur në Ministri e Bujqësisë ne kishim 0 import mish qenjë. 0. Biles, me që jemi të kjo pjesë e blegtorisë, më dhe më shumë, dhe më thënë, ne kemi patur në programin tonë 2013-2017 hapin e eksporte për produkte blegtorale për mishë dhe qumëshë dhe në produktet. Kemi gjetur një situatë jo të në vjen atë kohë, për shkak të sëmundjet epizodike që kishe, plasja apo bruceloza, ndërkohë ishin pa matrikuluar shumica e tufave dhe pa bërë këtë s'mund të kërkoje treg. Pa bërë censin. Pa bërë censin, mund të kërkoje. Dhe ne e kishim si objektiv, por mund të klikoni, mund të kërkoni, nëse gjeni mbas 2017, qoftë dhe një ministër, se janë ndruar 5 ministra nga 2017, e shumë. 5 ministra bujqësie, 5 ministra nga 2017, i bigat e imit e gjysëm për një. Nëse gjeni një fjalë për eksportin, është i farë nga fjallori i Ministrisë Bujqësisë kjo punë eksportit të produkte blegtorale. Në një farë mënyrë subvencionojmë fermerët e shtetit ku importojmë. Pra edhe në një farë mënyrë tani, po të bëjmë llogarinë, ose fluksin turistik, ne në një farë mënyrë e një fasoneri, që vjen produkti i gjithë nga jashtë, vjen turistët nga jashtë, e konsumojnë jashtë, pra marrësh ose fitimi që ngelet brenda vendesh pak. Pa nëse do kështë skema mbështetëse të fuqishme, pra kjo do ishte brenda vendit e ardhur. Në një farë mënyrë e jep me dorën e majtë e me dorën e djathtë. Zhvillohet akoma më shumë se... Edhe i diçka tjetër dhe shtojnë me këtë pjesë. Kam qenë i fokusuar tek subvencionimi blegtorisë më shumë se blegtoria, kur subvencionon blegtorinë, në një farë mënyrë punon edhe tokën, i detyruar të punosh edhe tokën. Të mbanë më shumë lidhur. Se i detyruar me to. Kurse subvencionon tokën, e harron blegtorinë. Po merrem me këtë pjesë dhe pra blegtoria te ne, aq më tepër që ne jemi një vend që e duam blegtorinë dhe kemi ushqimin bazë, kemi tavolina blegtoria. Arsye kryesore, meqense edhe ju e keni pikë dobët blegtorinë, arsye kryesore zoti Laze që janë përgjysmuar shifrat e krerëve, kanë bëjnë me emigrimin apo mund të ketë edhe arsye të tjera? Unë, dëgjoj, ajo së mundja nuk vjen brenda ditës. A fillon nga dalë, se punë e pikës e ujit në shtëpi. Kështu që edhe kjo, thash më që unë, derisa kam në gjykimin tim, ose me si e mendoja unë që në 2015, e shifja që kjo punë, se nuk ndryhyje, nuk mbështete, do shkonde këtu. Ne sot, tani, kemi kaluar një situatë të tillë në 96. Në trashëguajnë blegtorit gogjatë të mirë, në 96 për shkak të skemave piramidale, filloi dhe boshatis blegtoria, se filluan të thernin, por ndërkohë mbas këtij cikli shkurtur në 98-99 deri 2000 njerëzit u se s'kishin ku shkonin, se s'kishin një pasaportë, as nuk kishin vizë. Pra ishte e vështirë emigrimi jashtë shtetit dhe në mënyrë e bën atë backupin, e kthyen në vend blegtorinë. E çuan aty ku ishte gati. Por tani është shumë vështirë, nuk kemi një situatë të njëjta që ndodhi ajo përgjysmim në 96-ën, me tani që jemi në
2025. Me gjitha të u duk, zoti Laze, sikur në fakt... Unë prapë, unë besoj. Ka e të shpresë. Dëgjo, unë e ndjek edhe vazhdimësi, edhe shkel, edhe prek me dorë sektorin bujqësisë. Me gjithë jam shkëputin e pjesë, pa e dua. Sot bujqësia dhe blegtoria, ai që do të investoj edhe vetë, gjenë mundësi dhe ka të ardhur, kryon të. Këtë do pyesja, ka të ardhur. Së mos tani. Gjendet tregu kollaj? Letësisht? Pa tjetër. Produkti original i gjenë tregun. Pastaj, politikat e ministrisë apo qeverisë përveç politikave subvencionuese, duke edhe politikat e tjera shtrënguese në lidhje me importet. Unë do të tregoj një rast, në vitin 2016, një kompani shumë me emër në Shqipëri, shumë s'do të përmendu, që i bërë investim evropian, mund të themi, me certifikuar në Titan, donë të eksportonte në Maqedoninë e Veriut, atëherë që Maqedonia, që unë është edhe në produktet, kishte arritur të komunikonte me marketet kryesore, dhe Ministria e Bujqësisë, dhe i vunë barrierë, Ministria e Bujqësisë atje në Maqedoni. Atje, kuptohet. Dhe kam shkuar edhe vetë atje, kam shkuar edhe me ekipin e Ministria, por pse sa lejoni, po kanë ardhur dhe arritën sa erdhën dhe këtu bën vetë gjasë me inspektim ku e merr qumështin. A kupton të vinë nga Maqedonia e Veriut, erdhën këtu bën inspektim ku e merr qumështin. Në kohë që neve kemi hapur trahun dhe kemi dhënë të drejtë të vijë. Me qëllimin për të favorizuar prodhuesit vendas, kam përshtypjen Ministria aty. Patjetër. Ne duhet jemi politikat duhet jenë më të shtrënguar për importet. Megjithatë, të paktën në 2 vitet e fundit, zoti Laze, duket sikur Ministria e Bujqësisë po i rikthejm fokusin tek blegtoria, sepse të paktën skema e vitit kaluar ka qenë agresive. Dëgjoj, unë e kam ndjekur, kam parë skemën. Dëgjoj, thash një do bësh aq sa ke. Ministria e Bujqësisë, aq kam në dorë, s'mund të bëjmë më tepër. Pa fonde, sigur se e thamë? Nuk ka, pa fonde nuk shkon dot. Është vetëm ministri që do fonde. Nuk bëj Ministria e Infrastrukturës, nuk bëj dot tunelin, po s'ka lekë. Kështu që edhe Ministria e Bujqësisë. Është çdo gjë varet nga buxheti. Sa më shumë, aq shumë edhe efekt. Rikuperoj shpejt blegtoria, se ka një cikël të shpejtë të zhvillimit. Mjafton vetëm lufta ndaj informalitetit që mund të bëhet në sektor, sepse bujqësia është në sektori me informalitetin më të lartë. Vetëm zgjerimi i bazës, mbledhjes të ardhurave, ka përshtypjen e kompenson atë subvencion shtesë që mund të jepet. Në një farë mënyrë, informaliteti është i frikshëm në bujqësi dhe në blegtori. Po ka përshtypjen me format e duhura mund zbardhet shumë thjesht. Patjetër. Për shembull, subvencioni për njësi prodhimi. Patjetër, se është interesuar ai fermeri do të bie faturën, është thjesht. Pa fatura ose edhe perimet që vinë nga tregu shumicës, nga lusha, nga ata grossistët. Po janë pa faturë komplet. Po të shikosh gjithë Tirana është pushtruar nga edhe trotuarët janë pushtruar nga informaliteti. Një tjetër pikë e skemës është tendenca për t'i bërë fermerët të bashkohen, të grupohen që t'jenë më të mëdhenj. Është një skemë e mirë në këndvështrimin tuaj, duke marrë parasysh edhe copëzimin e madh që ka toka jonë? Absolutisht. Unë kam biles ndërkohë kur kam qenë në dikastër, problemet që lindshin në lushes, mos lushin, divjak, për çmimet, apo i thosha, dëgjoj, ore, nuk më takon, po do të them, grupohu një vetë, se pas o grupuat, një nga një nuk keni të ardhme. Edhe për shkak, se një zë vetëm nuk dëgjohet. Shumë zëra dëgjohen. Patjetër. Protestat në gjithë botën, perëndimore, protestat për bujqësinë dhe blegtorinë kanë fituar gjithmonë. Janë të vetëm protesta që qeveria gjunjëzohet. Edhe mbështeten kam shtypjen nga të gjithë. Absolutisht, nuk ka, aty bjen ato ngjyrat, bjen ngjyrat partijake, bjen gjithçka aty, çdo gjë është gjithë komi biles e mbështetet popullsia. Nuk mërzitet njëri në Athinë se u bllokuan rrugët me mjete mezitora, me traktor. Nuk mërzitet absolutisht. Nuk kemi dëgjuar i bie Boris as makinë. Ndërkohë, kam parë në Lushe, në Divjak, autotraktor me goma, rresh për fushat elektorale. Këtë është frikshme, është qesharake. Pra, jemi në një farë mënyre, stonojme me vetëm. Një tjetër pikë, sërish tek skema kombëtare të subvencioneve, është edhe mënyra aplikimit. Patjetër që me teknologjinë, me e-Albanian e me shumë shërbime tjera, ka ndryshuar shumë gjëra. Është me lehtë gjithsesi për fermerët?
Po unë drua jam skeptik në këtë pjesë, nga pjesa e mbrapa aplikimit kush, se si klikohet. Kush i kontrollon mbrapa. Po gjithsesi ata aplikantët thuaj se fitojnë gjithë. Edhe fondi rritet nëse kam shumë aplikantë. Fondi është i caktuar, nuk është ndarë. Po vjet për shembull bëhet edhe një shtesë. Po e bëhet në një fazë tjetër, kjo është tjetër. Dëgjoj, ne po e mbështetëm bujqësinë e blegtorinë tek pjesa që ato shtoj qeveria një fond nuk është mirë për. Fakti që fitojnë gjithë kam përshtypjen përveç atyre që mund të kenë probleme dokumentacioni apo probleme të natyrave të ndryshme. Absolutisht, ato janë lista, është bërë një tek listë dhe ndonëse nuk është shmangë dot, por thashë një edhe kemi tavan dhe kur tavani cëllë, bie gongë mbaron loja. Po pse mendoni se s'ka transparencë në përzgjedhje, zoti Laze? Jo, nuk thash s'ka transparencë, nuk e thash kështu, po unë thash jam skeptik në pjesën, jo, te pjesa mbras, se kjo e Albania faktikisht ka shumë probleme edhe në kadastër, kudo. Duke marrë shkas, unë tani mos marrë spi gjithë ujnë për të parë se bidoni, po ama marrin kampion nga Albania dhe kanë përvojë të idhur. Kanë shumë njerëz. Pra, duhet edhe, është shumë e domosdoshme kjo pjesa e menaxhimit kësaj. Megjithatë unë bëj pjesë e optimistët. Atje duhet jemi, se do të shohim jo të kritikojmë. Ka diferencë madhe, zoti Laze, nëse krahasojmë situatën aktuale me të paktën 8 apo 9 vite që më parë që ju keni qenë në ministri? Dgjoj, në çdo periudha ka politika ose ka ndryshojnë. A janë durat krahasuar me aktualitetin, me realitetin? Thash në periudha caktuara ka prioritete caktuara. Në atë kohë ne kishim prioritetet të sigurisë ushqimore, se ishte katastrofë. Ishte katastrofë, therjet në rrugë, sigurisht shitjet në rrugë. Zinxhiri që është zinxhiri ushqimor nga firma Tavolini ishte katastrofë. Por unë ndryshoj një tjetër, ose matrikullimi, transporti kafshëve, ju keni qenë këtu, ke pa rrugët nacionale si ishin me kafshë. Pra thashtë njëherë ishte tjetër kohë. Por unë, ajo që më bën përshtypje sot është që në kohë kur i kam qenë drejtor, vija shpesh në studio televizive, edhe pyesja atë që më ftonte, "Kë kam përballë?" Pra kisha një farë kushdo do opozitë përballë, a kupton? Sot unë nuk i njoh ata që kanë qenë mbas meje, nuk i kam parë kurrë në televizion, nuk i kam një shoh kurrë të prononcohen. Ndodh për shembull siguria ushqimore preket drejtori i Jusufit, nuk se njoh fare drejtori i Jusufit kush është fytyrë. Aq më tepër që është çështje besimi. Pra njihet drejtori i spitalit në Tereza, nuk njihet drejtori i Jusufit, është më e rëndësishëm. Edhe ndruar edhe Jo, edhe nuk njihet, është shumë e rëndësishëm siguria ushqimore dhe veterinaria, se aty kalon gjithë ushqimi, jeta jon. Pra këtu ata janë shumë në hije, mbas edhe kanë edhe urdhë mos dalin. Se s'mund ta them, po fakti që unë për 8 vjet nuk kam parë asnjëherë në drejtorin e përgjithshëm. Ne shkonim atëherë në studio televizive, bënim debat. Drejtori i përgjithshëm AKU-s. Llogaridhënia është drejtori i përgjithshëm AKU-s, drejtori i Jusufit, drejtori i përgjithshëm politika isha unë i sigurisë ushqimore, i jepja llogari para aty gazetarëve. Se shoh sot, kjo më dhem kjo pjesë. Është dhe çështje, aq sa më shumë dalin në media të informojnë, të edukojnë, aq më tepër krijohet besimi se qytetarët kanë siguri. Kanë siguri, kanë një prononcim i një drejtorit i Jusufit, për shembull, është shumë i rëndësishëm për sigurinë ushqimore. Meqense e përmendet sigurinë ushqimore, zoti Laze, kemi pasur disa momente si importi i luleshtrydheve edhe eksporti produkteve tona jashtë, sidomos mandarina. Zinxhiri funksionon si duhet? Jo, unë mendoj që zinxhiri, ne jemi eksportues të produkteve për fruta dhe perimeve, dhe jemi eksportues të mirë. I kemi cilësore, konkurrojmë. Patjetër, se derisa eksportohen në vende bashkimin evropian, por ndodh që dikush abuzon, apo edhe pastaj e merr, si më thënë, bie barra me gjithë këta. Prishet imazhi. Unë mendoj që duhet të ketë kontroll në fermat e prodhuese, duhet të ketë librin, protokollin, dhe aty agronomi duhet të jetë primar. Agronomi që firmos ai do si punë mjeku të jep raportin mjekësor ashtu dhe por unë mora vesh në Berat për shembull ai ka lënë në rend lirat e firmën ai i portokalleve, i mandarinëve. Pra mundja e kisha besuar edhe firmën eksportuesit. Pra këto janë gjëra të rralla po të rënda.
e dëmtojnë imazhin dhe do kohë ta marrësh vete. Patjetër, kompania sidomos. Absolutisht kompania. Edhe vendi ka mbështytur. Po edhe vendi dhe krijon ato precedentin për marrje kampionë në mënyrë të vazhdueshme. Marrje kampion se nëse ndodh rasti pastaj ti hyn në subjektet me risk. Dhe vendi i pritës. Monitorohesh më shumë. Vendi i pritës fillon çdo kamion thotë betman mos. Dhe ti fillon humbet kohë, humbet para, general. Kështu që është risk. Aq më tepër kur bëhet fjalë për produkte bujqësore që koha është flori sepse edhe mund dëmtohet produkti. Absolutisht. Ato mund rastin në Maqedoninë përsëri që ata janë shumë se emërojmë shumë produkte në tyre. Janë fanatik për mbrojtur. Ata në kohën në pikun e prodhimit të tyre na kanë sjellë shumë pengesa në dogan, duke mbajtur kamion me ditë të tëra, duke bërë gjasme analiza, apo duke marrë kampione, po jo vonuan. Thjesht për demotivuar. Ndërkohë që ne kemi qenë më fleksibël, por duhet jemi edhe në këto momente. Reciprok. Po. Zoti Laze, në lidhje për të rikthyer tek blegtoria që ju e keni pikdobët. Aktualisht po mbahet sipas opinionit tuaj nga mosha e tyre, mosha pensionistët? Po. Të rinj s'kan interes? S'kan interes. Është fatkeqësi. Kjo është frikë më vete. Unë me që më pyetët jam kritik edhe në universitetet bujqësor në marrëdhënien që ka me Ministrinë e Bujqësisë. Duhet të jetë vetë universiteti, duhet të krijojë politika. Çfarë duhet një veterinar, sot një studenti për veterinari, të mbarojë veterinarinë dhe nesër s'ka blegtori. Pra, mund të ketë politika që student që mbarojnë agronominë apo që mbarojnë veterinarinë, të ketë politika nga Ministria e Bujqësisë të bëjë marrëveshje që këta mund të subvencionohen me kredi me interesa zero, duke krijuar ai ka pasion atë veterinarinë, derisa shkon në një të studiojë për veterinari e ka pasion. Dhe është fatkeqësi ku ai deri në shkollë s'ka mundësi të blejë një tufë, ta ngrej vetë, ta menaxhojë vetë, se sa veterinarë do punojnë në Shqipëri, do punojnë ai që ka një numër të caktuar administrator. Kështu që ai do të ketë vetë një fermë apo një student që mbaron agronominë, mund të ketë një serën e tij me duart e tij, me mendjen e tij, të krijojë student biznes. Pra, duhet të ketë politika shumë të avangarde, që të jenë politika që shërbejnë kohë, që shërbejnë edhe ato investime që kthehen mbrapsht. Pra, mund të ketë për investim për tufa, me kredi zero, investim për serat, pra që të motivojnë. Vetëm kështu mund ta fitojmë një farë terreni. Edhe kështu edhe do të duhen shumë vite. Edhe kështu e fillojmë. Duke pasur politika joshse njeriu, se edhe ata që emigrojnë jashtë nuk e kanë që të shtruar, se ato punë bëjnë. Ato punë bëjnë ka çuna të rinë në Greqi, punojnë blegtor apo në vende të tjera, po pse mos sa bëjnë këtu? Mund punojnë në vendin e tyre. Shqipëria është bërë e vogël në kuptimin e rrugëve të afruar. Ndërkohë, zoti Laze, përveç asaj që mund të bëj shkolla, Universiteti i Bujqësor i Tiranës, si është sot blegtoria? E kam fjalën si funksionon, sepse vite më parë, vitet që përmendet ju mbase 2000 apo edhe 2010-a, blegtoria supozoi një bari i cili dilte për t'i kullotur ato. Sot blegtoria është më e avancuar në aspektin teknologjik? Ja. Pra njësoj? Njësoj është. Vetëm tuvat e mëdha të përqendruara mund të kenë mjeljet të mekanizuara. Tani desa ministri i bujqësisë shkon në qethë dele me kësher e promovon në Facebook. Në vitin 2024, 2023 është qëptadu keq. Se një bota përndimore. Mund të bësh për qefin të një për hobi, po edhe hedhësh në qefin... Për ta përhapur. Pra, një tuf me 200-300 kreja nga labëria. Pra, po si duhet të funksionojnë? Kjo, kështu duhet jetë realisht blegtoria? Për të qënë në standartet e vendet evropian? Nuk ka patur shumë fermat më dha në Shqipëri. Ka patur këtu në Trasha, ka një 2 ferma me 600 krejë lopë, në Shijak me 500 krejë lopë. Dhe s'janë më? Ja, në Sarand, janë shdukur. Vinë përsit e politika të subvencionet. Nuk është e vështirë, blegtoria ka kostot madhe, ka kostot dhe ka angazhim të jashtëzakonshëm. Sigurisht. Në këtë pikë, unë mendoj, e shojnë qikë të vështirë këtë, në qofë se në fermat bujqësore mund të bashkohen, në fermat blegtoria nuk bashkohet kollaj. A që do bëjë vetëm dhe këtu shkonë.
Po kullotat i kemi? I kemi kullotat. Bides tani janë shtuar në kuptimin figurativ. Sepse edhe toka lehen pa... Zonat ke zonën e jugut komplet, e ke të lirë. Dhe ku duhet ta nisim për ta ndryshuar situatën? Do ta nisim me subvencionet, me të rinjt, me fuqinë punëtore, apo të gjitha? Është miks e politika. Të gjitha e bashkë, por nëse ka vullnet, shiko do të themi gjë. Sot ministra e bujqësisë është zonjë nderuar. Një nga ministrat më të mira e pa përfolur me asnjë lloj. Për shembull, nëse kishim një ishte krivsa apo tjetër me të përfolur në probleme të ndryshme që kanë ndarë, jo me subvencionimet, jo me i pardhje është hata më vete pastaj. Do t'ju pyes për ta mbyllur, por për ta parë pozitivisht. Derisa ministra e bujqësisë, një thashë një figurë e nderuar për mendimin. Nuk sa njoh as kam takuar as po thjesht kanë që kam lexuar, kam ndjekur. Sot garon në Tiranë, në kryeqytet. Një ministër bujqësie do garonte në Devol, do garonte në Divjak, do garonte në një zonë bujqësore. Pra, po ajo shkon do se ku do shkoj, fermerët duan të çfarë ka dhënë. Pra, thash një çdo gjë nis nga leku, nga buxheti, nga skemat. Në që këtu je një vend bujqësor që prodhon 20% të ardhurave kombëtare, se nuk është puna se prodhon pak. Dhe gjithmonë më shumë sektori po zvoglohet, edhe për shkak të rritjes të tjerëve, por edhe për shkak të rënjes vetë brenda sektorit. Është një sistem shumë i komplikuar. Ashtu si është sistemi i komplikuar. Dhe gjithmonë do subvencione. Do edhe zgjidhen me një herë të fortë. Për ta mbyllur me IPARD-in, zoti Laze, shpresoni se do të fillojë këtë vit, sikurse thuhet nga disa ekspertë, nga disa që mund të kenë informacione. Dëgjoj, Evropa është shumë e ndjeshme ndaj shpërdorimit të fondeve, sidomos të fondet të saj. Duhet zgjidhur një herë. Sidomos fondet të saj, se fondet e tua edhe ajo e bën sikur zgjon. Por ato që jep vetë, ti menaxhosh keq, është përgjegjësi e madhe. Dhe për mendimin tim, këtu është një përgjegjësi që është shumë edhe e vonuar në kohë në ndarjen e përgjegjësisë. Ska 2 vjetë, 3 vjetë që është pezulluar. Shpresohet për këtë, por... Dëgjoj, unë nuk jam me atë pjesën që se u bënë 5 bujtina, apo u bënë 10, po jo të bënë vila banimi, a kupton, apo të merë, të kalën fondën IPARD në kanalet të tjera. Maqedonia e Veriut sot ka rreth 200 milion euro në grant nga IPARD, 280 dëgjoj abides. Po kjo është shifrë akoma e parë. Pra neve në ka bërë shumë dëm IPARD-i. Sa të nevojshme janë ato fonde dhe... Shumë të nevojshme. Unë di shumë kompani që kanë investuar në projekte, kanë investuar, kanë bërgati infrastrukturën dhe me idenë që do aplikoni dhe tani kanë ngelur penalizuar. Shkojnë të gjitha kategoritë e bizneseve në bujqësi? Jo, janë selektivë. Pra synojnë mbështesin më tepër të mëdhenj? Pa tjetër, edhe në mes mbështesin, por janë selektivë, por gjithsesi janë zhvillim për vendin. Janë para që duhen marrë, janë para që duhen... Çdo gjë që vjen në shtëpinë tënde është e mirë që vjen në çdo gjë që vjen në Shqipëri duhet të mirëpritur, po jo duhet shpërdoruar. Këtu ndajemi. Po. Dhe në mungesë, zoti Laze, të IPARD-it, kemi një skem nga Banka e Shqipërisë në vlerën e 250 milion eurove. Më është më tepër fond garancie, synon të mbështesë sektorët prioritar, por jemi tek bujqësia aktualisht sektori prioritar që ka nevojë për subvencione. Dhe ky fond do të jetë gati derisa të ngrihet Banka Kombëtare e Zhvillimit, që sërish fokusin do ta ketë tek bujqësia. Sidomos të dytën, Bankën e Zhvillimit e vlerësoni një hap pozitiv që mund ta ndihmojë realisht sektorin. Tek e fundit është bankë, por me interesa më të ulta. Bankat janë banka përgjithsisht. Por shtetërore, 51% do të jetë shteti. Dakor, shteti, po gjithsesi unë jam skeptik te fermerët shqiptar për shkak të kam pësuar disa trauma me bankat, që të vërtet se kanë marrë kredia, e kuptojnë që bankat, fermerët marrin kredi tregtare është e dhimbshme. Dhe janë shumë për tyre kanë falimentuar vetëm për shkak të bankave. Dhe nuk besoj se do ketë një uri të madhe për të futur te bankat. Unë thash edhe një herë, u shpresoj dhe uroj që qeveria, kudo që të jetë, duhet ta shikojë me përparësi vetë me fondet e saj, se është një pasuri kombëtare bujqësia dhe pritoria dhe është një që të kthehet shpejt. Bujqësia është vetëm një sektor që të kthehet shpejt leko.
Cikli me i matë 2 vjetë është. Sepse bëhet fjalë për ushimin dhe... Jo, edhe rritja e blegtorisë, apo rritja e maksimum 2-3 vjetë... Këthet brapsh, e merë investimin. Pa tjetër, kështu që është një sektor që edhe sa i vështirë, po edhe e fitopurët dhe me fitojnë shpejt. Që në kuptim, në këtë... Të gjithë sektorët brenda bujqësisë janë fitimprurë, zoti Laze, apo mund të specifikoni ndonjë, në base sera, në base blegtoria? Sera dhe blegtoria janë fitimprurës për mua. Thashtë një, të ketë më shtetet, se për shembull ka 2 vjetë ka filluar subvencionimi i naftës, sa gjë pozitive, a kupton, të jemi realist. Por, kur filloi subvencionimi për grurin, unë isha skeptik dhe kam një studio televiziv, kam qenë thash, unë e shoh parë. A ishte emergjent pikërisht për shkak të... Nuk ka emergjencë për grur, se Shqipëria sa grur ka, dhe Shqipëria tani nuk ka parcela të mëdha që të punojë me mekanik. Dhe koha e tregoj që s'kishte... Edhe s'pati rezultat. Aq më tepër tani gruri është më i lirë në bursë, se sa në Shqipëri ka kostot lartë Shqipëria. Parcelizimi ka dëmtuar shumë sektorin bujqësor. Se sot njëri mbjelljon, tjetri mbjell grur, tjetri edhe... Nuk ka një kulturë, edhe kostot pasaj janë më të mëdha. Absolutisht. Kombanjeri, pronusi nuk përputhen në kohën, është një... Puzzle, tamam. Puzzle, tamam. Po të shohësh fushat, shumë gjyra. Po, fermerët vetë, zoti Laze, ende nuk është banka kombëtare e zhvillimit. Kanë interes ata për të marrë kredite bankat, pavarësisht konservatorizmit të treguar nga ana e bankave? Në një orientime dhe me kontakte që jam me bankierë që kur ullëm i pyes, janë shumë të pak që fermerë që aplikojnë në bankë, nuk trokasin. Subvencioni është zgjidhje. Subvencioni është zgjidhje. Ta është një subvencioni dhe subvencioni në Shqipëria i ka kapacitetet, i ka mundësit financiare. Për mua, unë se kuptoj do të asnjë se arbet kuptoj që pse ka që të dorë shtrënguar në një vend që në një sektor të ekonomisë që është shumë fitiprurës dhe shumë i domosdoshëm. Këta se kam rritë a kuptoj asje. Dhe aq më tepër nuk kam parë, orë të ngrihet një komision parlamentar, një komision të kërkojnë llogari, pse çfarë bëhet me bujqësinë, çfarë bëhet me blegtorinë. Është një ulje. Ngre zërin ndonjëherë zoti Braçe, por po e zez sporadika ai nuk dëgohet shumë. Duhet tamam. Jo, duhet me themel kjo punë të shkatërrojë gjysmë e blegtorisë në një kohë të shkurtë, miliona dollar të kthesh në vlerë monetare. Rikthimi është akoma do doja shumë herë kosto më lart. Dhe kosto. Ju falenderoj zoti Laze që ishit në studio. Faleminderit.